Për cilën arsye po bëhet kjo luftë atje tani? Sipas jush si personalitet me përvojë ushtarake dhe që ju ka për të analizuar, parë, shikuar, vështruar gjitha çfarë them situatat globale. Në rand parë është eliminimi i personaliteteve të tyre dhe qeverive tilla që janë autoritare, të cilat kanë vizione çfarë e ka Irani tash me këtë komponentën fetare, cila don patjetër me u përhap, jo siç e thash më herët me qëllim primar përhapjen e fesë, po përhapjen e ndikimit vet. Por feja përdoret si mekanizëm shumë efikas për ta, për habitatin e tyre, që të shtrihet ky ndikim dhe ky ndikim i njerëzve me një mendësi të tillë është kërcënim për botën, sepse asetet bërthamore të cilat ata i posedojnë dhe ai kombinim i një fanatizmi fetar me një fuqi të tillë është kërcënim për botën. Prandaj nuk duhen ta lejojnë që atje të ketë këso procese, këso zhvillime, të cilat ndoshta në një situatë tjetër, një rrethon tjetër, me një strukturë tjetër qeveritare, shtetënore të ndonjë shteti edhe do të mund tolerohej, por kur dihet shumë mirë dhe është shumë e qartë që pushtetet autoritare me çdo kusht dojnë me realizuar synimet e veta, qëllimet e veta në dëm të tjerëve, atëherë tjerët patjetër se mobilizohen. Nuk kanë zgjidhje tjetër.